e katërta që gjithashtu ta dërgova. Që pa lërë shumë. Do shteta për murë. Atë ti ja fat, Gjoni dikon zonë gjoj njerin. Jam të ju bërtit operatorëve të kompanisë pse nuk jeni ka Gjoni njerin. Po, veç ta që 2 muaj ditë. Po, veç ta ngojmë dhe në fund. Te çajeni ata kanë më shumë në polici jo. Që? Se shoh i fillim. Se është 30 sekonda. Atë ti ja fat, Gjoni dikon zonë gjoj njerin. Jam të ju bërtit. Ta di shka pa më do. Te çajeni ata kanë më shumë në polici jo. Dhe kanë më thonë asoni kohë që ato djorë tokës. Unë mua dhe. Qo, ato du mi zgjedhë. Unë du mi zgjedhë që ato, se ta është 23? Jo, unë du mi zgjedhë. Shtem nga tha? Jo, Benita. As valën në Po, ato ka zgjedhë komisioni. Është një njerëzit që kanë përzgjedhë. Une është momenti, kur une ju kom bërtit komplet stafit këtu, pse nuk jeni ka gjoni kompanin, që 2 muaj e gjysë nuk jeni kon të zot mi gjetë një kompani. Dhe nëse nuk e gjoni kompanin, unë e gjoj kompanin, ju këmë thonë. Po, e pse ki thonë, kanë me qu landën në polici, kanë me thonë Hasani e ka që tha djali halës. A ki fjallën për më burin? Po. Qysh, pra, ku ka përzgjedh? A përzgjedh në përmes të komisionit kompanisë. Po, ku ditë për shembull që bashkaj ka me apliku? A më burin? Pse kemi që ofertën? 3 kompanive. Po? Po, 3 kompanive. Fonde ki përzgjedh, ja? Ja. Është komisioni. Po i ki letrat kush e ka përzgjedh. Po që ashtu pi bjen? Ti tash qysh i bjen ti mate me atonën. Une, është komisioni që kanë bo paramasën, komisioni që ka që përzgjedhen dhe ti ki marr incizime, ose ai që ka bo incizime, është momenti kur une në eufori teme, jëm shprej në atë formë, mas 2 muaj gjysë se është bloku puna, për mi zgjidh problemin e mirëmbajtjes automjetave. Çka që? Po. Domethënë nuk ke ndërhyr në përzgjedhjen e kompanisë. Edhe pse ka dalë dikush që është absolutisht i ngjofshëm me ty, edhe pse disa vetura po servisohet në kompaninë e vllaut të menaxherit të kontratës. Tash ti i din ato, unë nuk i di. Unë di që furnizohen te firma Amburi. Po servisimin, vetëm edhe diçka po të shpjegoj. Servisimi automjeteve servisohen në 2-3 kompani në Gjakov. Të kuj? Të brendeve të automjeteve që kemi. Po të kërru Gjakovës, po thua? Nëpërmes firmës fituse. Po. Ta japa shpjegimit. Po. Po ajo s'është nën kontraktune. Domethënë nuk ka nën kontraktin. Është fakturat nuk i bojnë ato firma, faktura bën kompania fituse dhe ka kompania fituse si mirret vesh me ato, nuk është punë e jonë.